të ekspozohemi në të, që të kthehemi me Sarën dhe me Edonën në studio. Solariumi është një nga mënyrat më të shpejta dhe të njohura për të marrë një ngjyrë kafe të lëkurës gjatë gjithë vitit, sidomos kur dielli mungon. Ai funksionon duke përdorur dritë ultraviolet UV, që stimulon prodhimin e melaninës në lëkurë duke e bërë atë më të errët. Megjithatë, edhe pse shumë njerëz e përdorin solariumin për arsye estetike, ai ka ndikime serioze negative për shëndetin që duhet të merren parasysh. Një nga dëmet më të mëdha të solariumit është rritja e rrezikut për kancer të lëkurës. Drita UV, sidomos rrezet UVA dhe UVB që përdoren në solarium, dëmtojnë ADN-n e qelizave të lëkurës. Ky dëmtim mund të çojë në mutacione që nxisin zhvillimin e kancerit, përfshirë melanomën, një prej formave më të rrezikshme të kancerit të lëkurës. Studimet kanë treguar se përdorimi i rregullt i solariumit, veçanërisht nga të rinjt, rrit ndjeshëm rrezikun për të pasur kancer të lëkurës më vonë në jetë. Përveç kancerit, solariumi shkakton plagjen e parakoshme të lëkurës. Ekspozimi i përsëritur ndaj rrezeve UV prish strukturën natyrale të lëkurës, duke reduktuar elasticitetin dhe shkaktuar rrudha, njollat e errëta dhe farje. Kjo bën që lëkura të duket më e vjetër dhe e dëmtuar edhe në moshë të re. Shumë dermatologë theksojnë se përdorimi i solariumit është një nga shkaqet kryesore të plagjes së parakoshme të lëkurës. Një tjetër problem janë dëmtimet e syve. Edhe pse syzet mbrojtëse përdoren zakonisht në solarium, ekspozimi i gjatë dhe i përsëritur mund të shkaktojë dëmtimet e retinës dhe katarakt. Këto dëmtime mund të jenë të përhershme dhe ndikojnë në shikim. Po ashtu solariumi mund të shkaktojë reaksione alergjike dhe irritim të lëkurës. Disa persona kanë ndjeshmëri më të madhe ndaj dritës UV dhe mund të përjetojnë skuqe, kruarje ose akne të përkeqësuara pas përdorimit të solariumit. Mjekët dhe ekspertët e shëndetit e rekomandojnë të përdoret me shumë kujdes ose më mirë të shmangët përdorimi i solariumit, sidomos për njerëzit në 18 vjeç, për ata me lëkurë shumë të bardhë ose me histori familjare të kancerit të lëkurës. Në vend të tij, për ngjyrën e lëkurës mund të përdoren kremra apo locione vetngjyrosës që nuk dëmtojnë shëndetin. Në përmbledhje, edhe pse solariumi mund të duket si një zgjidhje e lehtë dhe e thjeshtë për të marrë ngjyrë, dëmet që ai shkakton janë shumë serioze dhe afatgjata. Kujdesi për lëkurën dhe shëndetin duhet të jetë gjithmonë prioriteti kryesor dhe çdo vendim për përdorimin e solariumit duhet të mendohet mirë duke njohur rreziqet e mundshme.